Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta dhe sot kemi një video të re. Po dëgjoj tani momentalisht zonjën që ka shtëpinë sipër meje, që ka veshur taka dhe bën tak 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 ndërkohë që ec edhe mara mindje të kun. Edhe unë kam veshur çizme me tak, edhe po eci nëpër shtëpi se po sistemoj disa gjëra, këtej janë ndej. Është mundsi dhe unë ashtu jam dëgjuar atje poshtë tek zonja tjetër me takat, edhe mund të kem dhënë bezi. Nganjëherë bezisemi nga të tjerët, por atë bezdi ja u japim edhe ne të tjerëve. Kështu që nuk duhet të gjykojmë para kohës të tjerët. Të vendos pak edhe kremin tim zbutës me SPF, sepse sot në mëngjes para se të çoj melodinë në kopësh nuk e vendosa. Vendos tani. Edhe po, është mëngjes, unë sapo kam lënë melodinë në kopë, do ashtu ktheva në shtëpi, po sistemoj disa gjëra këtej, nuk të një lavatrisje me rrobe, sepse pastaj më duhet të dal, sepse kam një pako të shenjit për ta kthyer mbrapsht. Siç ju thash në videon e kaluar që kisha porositur një kostum, por që nuk jam tregova. Thash që në videon e kaluar që nuk më pëlqente materiali, ishte copë shumë e hollë, shkurt muhabeti nuk më pëlqente, edhe thash do e kthej mbrapsht sepse ta mbaj kot një gjë që nuk më pëlqen. Plus asaj kam edhe xhaketën që ju tregova në videon e kaluar që e bleva. Do të çoj në lavanderi se si përfundim do ta çoj sot, do ta çoj nesër, kaloj një javë pa e çuar. Edhe në shtëpi nuk dija si ta laja, nuk doja ta prishja pa e veshur asnjëherë, kështu që do dal që të çoj dhe xhaketën në lavanderi. Plus asaj do paguaj edhe një gjob. Po, një gjob makine që nuk e mora sepse ishte faji im, ishte faji dikujt tjetër që e mora, por gjithsesi s'ka gjë, është histori e gjatë, nuk po ju lodh me këtë histori. Do thoni ju, sot ka diell që unë po vendos krem dielli. Jo, nuk ka, mua koha sikur ma bën nga inati, çdo herë që unë do filmoj, do bëj vlog, është kohë e keqe, s'ka diell fare, por unë kremin e diellit do vendos gjithsesi se siç ju thash është një zbutës me SPF. Pastaj këto mëngjeset janë edhe shumë të errta, nga që është kohë e zymt kështu, edhe është mëngjes, edhe s'ka dritë fare. Videot nuk dalin aq mirë, po s'kemi ç'a bëjmë. Ndërkohë do haj një nga këto snacksat, kjo është me fara, nuk është me fruta të dy, është me çdo farë të mundshme, dhe edhe kjo më pëlqen. Do vendos edhe pak mish pule të zjej tani që ta kemi gati për ta bërë me gjell për drek. Edhe mishi pulës po pas ka mbaruar, por kam mish viçi të paktën. Erdhi momenti që t'i hiqja dhe ato, sepse tashmë kishin një javë aty, që tek vlogu i kaluar, edhe më në fund arrita t'i heq tani, sepse përtoja t'i hiqja, jo për gjë. Nuk ju fola asgjë deri tani. Unë isha, dërgova pakon, që u thash do dërgoj pakon e shenjit, çova dhe xhaketën për ta larë në lavanderi, piva dhe kafe me kunatën, ishim deri tek Aquasapon, mora dhun një llak flokësh, sepse nganjëherë kur i ka flokët bisht për të mos vendosur për herë gel, thash të marr një llak flokësh, edhe tani kam parkuar makinën këtu poshtë shtëpisë, edhe nuk po ma mban të dal nga makina, pse filloi një shi i tmerrshëm, po bie shumë, edhe ende nuk ka ardhur koha për të marrë melodinë nga kopshi, sepse është herët. Kam edhe një qerekore kohë, sepse ato tani hajnë bukë dhe është kohë që të shkoj të pres atje, po mendoja të shkoja në shtëpi të them të drejtën, por siç u thash po bie shumë shi dhe nuk ma mban të dal nga makina. Unë kisha harruar fare që sot kam një vajzë për të bërë thojnë, edhe u vonova shumë ndërkohë, mora melodinë nga kopshi, isha pak edhe tek nipi, mora nipin nga shkolla. Kisha harruar që vajza do vinte në orën 2:30, tani bëhaj pak bukë shpejt sepse është ora 2:20. Vajza mund të vijë nga momenti në moment. One eternity later.
Nuk ju fola më fare gjithë pas ditës, sepse si që thash do vinte një vajzë për të bërë thonjt t'ja bëra, edhe tani s'ka pak që kam mbaruar. Nxorra disa rrobe nga lavatriçja dhe i ndeva. Tani po mendoj t'i çoj një fshesë shtëpisë, edhe sot më ka ikur pasditja pa pirë kafe. Nuk e di nëse ta pi apo është shumë vonë tani. Të them të drejtën, sonte nuk kisha fare reks për gatuar, po përtoja, edhe tha me burrin po përësisim kebab. Kebab është si punë suflaqe, veç se është peta pak me holl, edhe e mbushin me më shumë gjëra brenda, jo veç me patate dhe mish pule siç bëhet me suflaqe. Po s'kuq vetëm pak patate për melodinë, sepse mi kërkoi. Kisha shumë kohë fakt pa përësitur kebab, edhe që po përtoja thash, ide e mirë sonte për përësitur kebab. Ndërkohë këtu kam të gjitha vizet e pulave, që ishte marrë burrin nga pulat tona, edhe do i laj pak, sepse jam pak si pise dhe të them të drejtën i kam pak si merak, kështu që i laj, i thaj, edhe di që vezët janë të pastra. Sot shumë mirë, pas kam bërë 13 kokra vezë pulat. Hai visto? Ma che palle, Lori? Unë sot nuk ju fola fare në mëngjes, sepse nata nuk më shkoj shumë mirë, të them të drejtën sonte. Melodia kishte temperaturë, volli, nuk e çova fare në kopësht, edhe asgjë. Tani kam dal pak, Melodia është në shtëpi me vjerrën, unë po dal pak një xhiro me kunatën, po shkojmë deri tek disa dyqane. Jo se kemi ndaj gjë për të bë, po kot për të kaluar kohën. E mbaj mikrofonin kështu afër sepse në makinë ka pak zhurmë, edhe kjo makina të them drejtën bën pak zhurmë sepse ka marmit, edhe shpresoj që mos dëgjohen shumë zhurmat, e prandaj po e mbaj mikrofonin afër që të dëgjohet më mirë. Jo, laut. Po qesha vetë tani? Sa po u ktheva në shtëpi, ora është 1:30, edhe unë do ndrohem pak tani, sepse kam gjithë ditën në çizme me tak, edhe po më dhemi pak gishtat. Nuk është se ju fola shumë, nuk është se ju tregova shumë, që që thash isha me punatën, më shumë bëm muhabet, dolëm sa ndej këndej, pam disa gjëra, bleva vetëm diçka për melodinë, ishte një kuti për make-up, edhe kishte disa gjëra make-upi brenda, ishte shumë e bukur, edhe ja mora, sepse Melodia i ka shumë qef këto gjëra, edhe po më thonte edhe kur dola nga shtëpia, po më thonte që dua dhurat, edhe thash sot t'ja bli diçka, me që është edhe sëmur, edhe mora për vete një kostum gjumit tek Action, ishte në ofertë 4 euro, ishte veror, pra me mong të shkurtra edhe me tuta të shkurtra. Faktikisht ishte për fëmijë, por ishte goxha i bollshëm i madhe, dhe thash ta marr sepse për 4 euro ishte diçka shumë e mirë. Pastaj unë, siç e dini, kam qef kostumet e gjumit, edhe i ndroj shpesh, edhe në verë duen sepse bësh me djerës, edhe mirë është i kesh kostumet e gjumit. Ja u tregoj pak tani. Ja, shikoni, është ky këtu, edhe është për fëmijë, nuk është për fëmijë të vegjël fare, për adoleshente. Ta ul pak kamerën tani sepse hoqa çizmet me tak, edhe më dukte vetëm maja e kokës. Ja. Mami, non si pucci. No, fuq, se puq. Oh, si. Ok, do ikash? Poi lo vedi due. Vai. E guarda. Poi lo vedi. Bella. Melodia që po më tregonte që ka lyer bluzët e syt. Edhe po e thoja, është kjo bluza e thjesht, kështu, edhe shikoni sa e bollshme është, kjo normalisht që më bën mua. Atë shkurtra edhe këto normalisht që më bën, kështu që thash dhe e marr. Madje do të kisha marrë dy copë, hajt, s'ka gjë. Mos ta egzagjerojmë fare tani. Thash që më bën, edhe më rrin fiks madje.
Desha t'ju them që po mendoj të lyej edhe flokët prap, t'ju jap edhe një lyerje të kuqe, sepse siç e shikoni ngjyra ka dalë goxha, është bërë një vishje mendoj unë tani, edhe siç ju thash edhe tek video që i kam lyer, mendoja që do i lyej edhe disa herë të tjera, pra t'i mbaja ngjyrë të kuqe dhe hamami. Edhe do i lyej sërish. Unë kur isha tek Action, përveç gjërave të tjera që mora edhe këto që janë noodles, ramen noodles, diçka e tillë. Dhe do i bëj t'i haj tani, por që thot janë shumë pikante. Edhe mua në përgjithësi gjërat pikante më pëlqejnë. Edhe kishte këtë brenda, këtë edhe këto farat kështu. Mendoj që kjo do të jetë salsa pikante. Edhe vendosa pak ujë për të zier, që ziu, tani do e pik. Me sa po kuptojnë aromë, këto nuk do më pëlqejnë, sepse si që thash është hera parë që i marë, unë zakonisht marr një lloj tjetër që është me nga ato gotat plastike dhe ato janë më të mira, thjesht ju shtoj ujtin, sepse janë gjatë të përziera me erëzat kripe dhe gjëra të tjera, ndërsa këto me sa duket janë me soja, edhe sikur në aromë nuk po më pëlqejnë shumë. Shikoj kur t'i haj. Po shikoj disa foto që kam bërë sot, edhe kanë dalë disa foto super të bukura të lezetshme. Edhe po shikoja kush janë të bukura që të zgjidhja 43 copë që t'i hidhja në Instagram. Edhe ju nëse doni mund të shikoni tek Instagrami im, që do ja lej emrin këtu sipër, edhe t'i shikoni. Si përfundim, pikante janë goxha, por mua shija nuk më pëlqen as konsistenca, nuk më pëlqen. Ngeci pikante në fytyrë dhe më ka kapur kolla tani. Me të vërtet që qeja shumë, po shumë pikante. Po të mëngjes kisha hequr çarçafët. Për t'i larë, edhe tani mendoj që ka ardhur momenti të vendos të tjerët. Cos'è? Melodia? Ok, tieni. Ok. Ma chi è? Nonna. No. Perché si fritte. Salati. Cosa? Scaccio. Cos'è? Dimmi. Non c'era quello. Cosa non c'è? Perché non si vede di cui. Sì, mamma, quello che faccio. Ok, ora perché sei? Lo vuoi farci io? È blu. Le sole. Ka e vendosa çarçafët, këtu tani për momentin tek dhoma dëgjohet një ajër i pastër, pastërti, nuk e di kush më kupton, kush e ka këtë ndjesinë si puna ime. Rën çarçafët, vendos çarçafë të larë, ndihet çdo gjë e pastër në dhomë, dhe i vetmi pisllik këtu tani për momentin mendoj që jam unë. Jo, se edhe unë brëm jam larë, edhe nuk jam pisllik. La fotocamera. La fotocamera. Është një shenjë aty që se kam pastruar mirë, por s'ka probleme, pastroj më vonë. Ta hapim këtë. Edhe në fakt të bën disa kohë që më janë mërzitur këto perdet që kam. Shumë di që mendoj t'i heq këto dhe t'i ndroj, se kam disa të tjera të thjeshta të bardha, janë pak model më ndryshe, si lino e trash. Edhe nuk e di nëse të vendos ato apo të blej ndonjë komplet tjetër. Nuk e di. Por në fakt nuk dua të harxoj lek edhe me perdet të tjera, kështu që mendoj që thjesht do heq dhe do i ndrojmë ato të tjera që kam. Se edhe perdet kur i ndron sikur i japin një pamje ndryshe të gjithë dhomës, shojnë komplet atmosferën. Bateria e telefonit po më bie, bateria e kameras po më bie, bateria ime po bie. Kështu që do shkoj të bëj një kafe tani që të paktën të karikoj baterinë time. Nuk e kuptoj çfarë ndodhi. Nuk po kap me të vërtet interneti. E futa pak tek avioni tani, që më shpresën kur ta ndes pastaj t'i vi dhe interneti. E mia të reja, mos dukem shumë e mbarë në këtë dritë. Unë nuk i fola pas dite fare, sepse nuk bëra asgjë. Thjesht ndeta, bëra disa gjëra në shtëpi, pastaj bëra darkën, pastaj
bëra thonjt e mia të reja e humba goxha kohë, prandaj nuk ju fola. I bëra ngjyrë të kuqe, sepse kishte shumë kohë në fakt që doja të bëja ngjyrë të kuqe dhe nuk i kam bërë, u bën kohë e gjatë. Kështu që thash këtë herë po i bëj ngjyrë të kuqe. Ka dalë të lezetshme, normalisht që i shkurtova, sepse më rritën goxha shpejt dhe janë shumë më komode të shkurtra. Kaq ishte videoja për sot. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe si gjithmonë bashkë shifemi tek video radhës. Natën!